Së pari duhet ju siguroj se unë I dëgjoj të gjithë dhe në fund vendos vetë. Pra e kam parasysh për ato gjë që duhet vendos si kryeministër, kam parasysh shumë mirë të shprehjen e popullit, pyetje që vetë, besidi vetë, dhe natyrisht është detyrë e një drejtuesit të dëgjoj, që të reflektoj, që të përzgjedhë të seleksionoj, por nuk mendoj se ka ndonjë iluzion se dikush ndikon në vendimet e mia, qoftë kjo edhe gruaja ime. Se mund ndikoj në vendimet e kryesisë Partisë Socialiste të Tiranës ku është anëtare, kjo është gjë që mund ndodh. Mund ndikoj në Këshillin e Bashkisë të Tiranës ku prap është zgjedhur edhe kjo, apo Komitetin e Përgjithshëm Drejtues Partisë Socialiste etj. Por kjo është çështje e krejtësisë.